Sezoni veror po reflektohet edhe në portin e Durrësit, ku fluksi pasagjerëve vijon që të jetë i lartë. Pushimet verore, por edhe kthimi i emigrantëve në ADE ka shtuar ndjeshëm lëvizjet e linjave detare, ndërsa muaji korrik dhe ditët e para të gushtit kanë shënuar edhe periudhën me numrin më të lartë të udhëtarëve. Java e parë e muajit gusht ka rritur ndjeshëm numrin e shtetasve shqiptar, por edhe turistëve të huaj, të cilët zgjedhin të hyjnë në vendin tonë nëpërmjet pikës kufitare të portit të Durrësit. Për të përballuar fluksin në rritje nga ana autoriteti portual, policisë së kufirit, por edhe institucioneve të tjera ligjzbatuese po punohet me kapacitet të plotë. Muaji korrik ka shënuar fluksin më të lartë të udhëtarëve gjatë këtij viti, me 112.740 persona, të dhënat e të cilëve janë përpunuar. Sipas të dhënave, 29.425 pasagjerë u nisën nga porti i Durrësit drejt Italisë, ndërsa 83.315 persona kanë ardhur në vendin tonë nga shteti fqinj. Për të përballuar edhe fluksin e udhëtarëve në këtë periudhë, po operojnë edhe linja dopjo kors të tragjeteve, ndërsa autoriteti portual ka shtuar gatishmërinë për përpunim sa më të shpejt të dhënave të pasagjerëve. Sa i përket bilancit të vitit 2026, në 7 muajt e parë të këtij viti, nga porti i Durrësit kanë udhëtuar gjithsej 349.423 pasagjerë. 160.795 prej tyre janë nisur nga Durrësi në drejtim të Italisë me tragete, ndërsa 188.628 pasagjerë kanë zgjedhur që të vinë nga vendi i fqinj në drejtim të vendit tonë.